E energjisë në godinat historike në Gjirokastër dhe veçanërisht në ato të përshtatura për shërbime turistike, është në qendër të një projekti bashkëpunimi mes organizatës suedeze Trashëgimia Kulturore pa kufi dhe Gizit Gjerman. Gjatë këtyre ditëve, ekspertët gjerman të energjisë kanë parë nga afër komplekset muzeal dhe godinat e gurta që përdoren për shërbime turistike. Projekti në fjalë synon që krahas restaurimit të godinave historike, të krijohen mundësi edhe për përdorimin eficient të energjisë në to dhe veçanërisht në banesat karakteristike të përshtatura për turizmin familjar në Gjirokastër, shprehen përfaqësuesit e projektit. Sipas tyre, përdorimi me eficiencë i energjisë në banesat karakteristike do të ulë ndjeshëm koston financiare, jo vetëm për familjet që jetojnë në to, por edhe për sa i përket shërbimeve për turistët, akomodimit të tyre e të tjerë. Po flasim për mënyrën ose për metodat, se si mundet ne të integrojmë këto dy aspekte, pra restaurimin me eficiencën energjetike, e cila nuk është një fjalë apo një koncept, por është një diçka shumë praktike dhe bëhet fjalë për shifra, se si ndërtesa mundet të ruaj sa më mirë energjinë e cila prodhohet brendësi të saj dhe se si të mund të balancoj dhe të shpenzoj sa më pak energji për të siguruar këtë mirëqenie në brendësi të saj. Mit mir zusammen hier in der Region. Jemi këtu në rajon, në Gjirokastër, po dhe në rajon, për të diskutuar në emër të një programi që mbështetet nga qeveria gjermane për të mbështetur vendet e rajonit në temat e mbrojtjes së klimës dhe temës së energjisë. Ne jemi i formuar dhe kemi krijuar një ndjenjë shumë pozitive për punën që bëjnë këtu NGO-t dhe që bëhet për mirëmbajtjen dhe për shfrytëzimin e banesave të vjetra historike të trashëgimisë kulturore dhe veçanërisht për përpjekjet e arkitektëve dhe të banorëve që si t'i japin jetë këtyre banesave dhe prandaj pikërisht erdhëm këtu për të parë se si dhe ne mund të kontribuojmë. Këto tema të reja, që nuk janë të reja, por që janë tema të reja në zbatim, janë të vështira, kanë kosto më të larta se sa një kosto normale, por ama japin një efekt ekonomik shumë më të mirë. Unë desha t'ju përmend vetëm një shembull thjesht që ne kemi zbatuar këtu në Gjirokastër, ndryshimin e zonës vjetër historike të qytetit, pra pikërisht ku jemi, para 3 vjetësh ne arritëm të ndërtojmë një ndriçim me eficiencë energjie. Përgjatë këtij sezoni turistik në zonën e Gjirokastrës, është rritur numri i familjeve të cilat i vendosin banesat e tyre në shërbim të grupeve të vizitorëve, duke mundësuar sigurimin e të ardhurave ekonomike.